Ne kemi mundur të vërejmë dy zgjedhje, dy tendenca. Njëra zgjedhja e inercisë dhe tendenca e të kërkuarit të garancisë së të nesërmes tek lehtësimet, tek shiringat e qeverisë dhe deri tek kërkesa për të mbështetur financiarisht këto sipërmarrje që të përballojnë kursin e euros. Natyrisht që kjo është një zgjedhje e lirë, por është një tendencë që shkon në të kundërt me procesin e pakthyeshëm edhe të pandalshëm të transformimit tërësor të ekonomisë në përballje me sfidat jashtëzakonisht komplekse të integrimit në tregun e përbashkët evropian. Këtu jemi pikërisht për këtë, për të ardhmen që nuk ndalet sepse vjen. Dhe për të shkuarën që nuk kthehet sepse ka ikur. Dhe pikërisht për t'ju gjendur pranë bizneseve në këtë përballje me të ardhmen që po vjen me shpejtësi tani më dhe në mënyrë të pandalshme, që është antarësimi në Bashkimin Evropian, ne jemi angazhuar në krijimin e këtij programi kombëtar, të cilin do ta mbështesim edhe me ekspertizën e UNDP-s, që do të angazhojë në funksion të programit ekspertë të mirë informuar dhe të mirë përgatitur për të asistuar sipërmarrjen shqiptare.